Akredituar të provimet e Michiganit. Në 2012 bëmi prapë qendra e parë akredituar për provimet e IPAS-it dhe tashmë jemi prej gati 3 vitesh në një marrëveshje me Universitetin e Cambridge-it për të zhvilluar përregjistrimin dhe zhvillimin e këtyre provimeve pranë qendrës sonë. Në fund të muajit maj, fillim të qershorit, do të kemi provimet e radhës, duke u bërë kështu qendra e parë në Shqipëri për momentin që zhvillohen këto lloj provime. Se aktualisht zhvillohen vetëm në Tiranë, nuk ka asnjë qendër kursesh tjetër në Shqipëri në zhvillim. Bravo! Faleminderit shumë. Po dale se s'kemi parë gjë akoma. Smarti vërtet që e mban kokën lart për rezultatet e merituara. Kur një provim bëhet në Smart, vetë stafi e ka provuar, kur nuk e gati dhe ne nuk të bëjmë dot gati me limesat tona. Po zakonisht të bëjmë gati me punë që pyetjarisht me merit rezultat. Kjo që unë do ju komunikoj tani, ka qenë një objektivi jonë prej vitesh, është dashur një punë disa mujore për ta realizuar. Ndjem po e them thellësisht krenare për këtë gjë. Është një gjë kinge që do ta shikoni me sy tuaj tani. Ne do të kemi një provim të brendshëm, do të kemi test center për një provim të quajtur Smart English Test, SET, ku të gjithë, të lutem mos e lë pa treguar saktë që është. Do të jetë një provim që do të zhvillohet i gjithë online, do të testohet të 4 aftësi gjuhësore, do të testohet struktura gjuhësore, gramatik, fjalor, reading, listening në një test të mëdhetshëm, dhe në një test të mëdhetshëm do të jetë pjesa e të shkruarit dhe e të folurit. SET do t'i sigurojë të gjithë punëdhënësve rezultate të arritura me merit. Dhe ne kemi pasur gjithmonë parasysh filozofin tonë të mësimdhënies, që është ajo komunikative, që çdo gjë që ne zotrojmë çdo ditë duhet në fund të fundit të ketë një efektshmëri, një komunikim të suksesshëm. Dhe unë besoj kam një shembull pyetjeje nga provimi, mos e kopjoni. E njihni këtë pamje? Ose Smart Center 1. Kjo është një pyetje që teston kuptueshmërinë e studentëve dhe pyetjet alternativa vijojnë. Kjo pamje nga Smart Center 1 ishte marrë pas argimit. Fotografia tregon një godinë të shtrenjtë, një shtëpisë të shtrenjtë, më falni. Kjo godinë yllbote është e pozicionuar dhe kjo fotografi nga frymëzon shikuesin për të menduar rreth fluturimeve me avion. Kush mendoni ju që është e saktë me çfarë fjala? Është Smart Center. Është e para, të tilla janë llojet e pyetjeve, por ka larmishmëri me të cilat unë do ju ftoja shumë që të ndiqni faqen tonë të internetit smartcenter.al, po dhe rrjetet tona sociale, pasi do të ketë një sër postimesh mbi SET-in ose setin për vërtetin, dhe këto do t'i komunikojmë tek faqja jonë zyrtare. Smarti është i fokusuar në 2 gjëra, nuk na pëlqen t'i ngatrojmë ato që bëjmë, ne jemi të fokusuar në mësimdhënien e gjuhëve të huaja dhe në teknologji. Tim Ferris, një ndër personat më të suksesshëm në botë, thotë nëse ju dini të kërkoni në Google dhe njihni anglishten, jeni pjesë e 1%, do të thënë ju këtu jeni pjesë e 1%, që ta dini. Ne jemi përpjekur të krijojmë tashmë një terren të mirë ndërtuar dhe për zhvillimin e mëtejshëm të aftësive teknologjike. Do të krijojmë tashmë në Smart një event të çdo muajshëm që do të quhet Tech Night dhe do të ndahen aty projekte, prezantime, arritje dhe do të merret frymëzim ndoshta edhe për të krijuar grupe pune të suksesshme në aspektin teknologjik. Tech Night dhe eventi i radhës do të jetë në datën 7 prill, për këtë ma bëni halal, falenderoj shumë burrin e Xhanit që me kënguljen time do të sakrifikoj nga koha e tij e lirë për të na mbështetur me pasionin dhe njohuritë e tij në këtë event të çdo muajshëm.
por mendoj që suksesi më i madh në ato që ne shpresojmë të arrijmë për këtë vit, do të jetë kursi i dytë, 6 vite pas atij të parit, i zhvillimit të faqeve të internetit. Është një treg jashtëzakonisht shumë i jetur dhe një treg që fatkeqësisht ka pak profesionistë në qytetin tonë dhe ne kemi menduar që në këtë qytet kaq të bukur, po që është i bukur dhe kaq, të gjejmë mundësi që këta të rinj që mësuese Sara më thotë për çdo ditë që regjistrojnë në qendrën tonë, ja Olti një prej tyre, që regjistrojnë në qendrën tonë për t'u larguar jashtë shtetit, të pajisen me aftësi këtu, ta shijojnë bukurinë e këtij vendi këtu, që unë e dua jashtëzakonisht shumë me shpirt, ta shijojnë këtu dhe të kenë mundësi që me atë çka të marrin prej nesh, me atë çka të zotrojnë, të frymëzojnë të tjerët për të qëndruar. Dhe kur vjen puna te frymëzimi, ka disa çupa aty nga fundi, që në fakt ju takon që t'jenë këtu para, po mos zgjodhen mua sot për të qenë para, që janë ndoshta, do të thoya ndër personat ndër më të ngrohtë të këtij qyteti. Vajza, unë ju falenderoj shumë nga zemra, nuk e shikoj të gjithave njëherë, po shikoj teacher Sara. Sara është e gjatë me Zoti ju shpërblet shumë nga zemra. Dori ka 9 vite me ne, Dori Zoti ta shpërblet për lesnin e ri. Zoti ju shpërblet që e keni bërë Smartin një vend të ngrohtë. Unë së fundmi jam shumë pas klintave dhe jeni ju ato që e drejtoni dhe jepni gjithë lezetin dhe i ruani të gjitha vlerat e Smartit. Faleminderit shumë që e keni bërë një vend të ngrohtë dhe duhet ta dim dhe unë jam e bindur që e dim që ajo dorë që lëm sot në formësimin e fëmijëve, ndoshta do të bëjë që ata të jenë ndryshe sot dhe të jenë ndryshe nesër dhe të duam të rinj të gjithë këtu së bashku. Dhe të shkojmë jashtë vetëm për turizëm. Unë ju falenderoj shumë. Zoti ta shpëtoj vërtet na jeni. Me shpirt. Unë këtu duhet të dini një gjë që e them kështu publikisht, se tash ta mbyllja apo s'm mbyllja. Ne jemi shumë krenar që këtu në qendrën tonë kemi 2 mësuese që nuk kanë studuar fare praktikisht, po janë super mësuese. Këto gjëra mbahen që këtë fsheta dhe njerëzit kanë tendencën, qendrat kanë tendencën të mos e thonë këtë, po ne jemi me shumë krenari. Teacher Sara nuk ka studiuar për anglisht, ta merrni vesh të gjithë. Por është ndër mësueset më të mira të gjuhës angleze. Dhe teacher Valeriana është studentja jonë besnike, e cila gjithashtu nuk ka lënë kurs pa bërë në Smart prej 7 vitesh. Tashmë prej 2 vitesh është pjesë e stafit tonë tani po. Dhe teacher Valia se çfarë do të më thojë një gjë mua kështu me spond, kështu që po ndrojmë pozicionet tashmë. Shumë faleminderit nga zemra. Ka do ndrojmë pozicionet, por nuk do dëshiroja të ndroja pozicionet për të filluar në kohën kur isha studente e Smart Center, gati 7 vite më parë. Kështu natyrisht më do të kujtoja momentet të gëzuara, emocionuese, ashtu si po ndiem edhe sot. Ishin shumë frymëzuese dhe motivuese, diçka shumë e rrallë për qytetin tonë atë kohë dhe më bënte përshtypje. Dhe kështu gjatë gjithë kohës së studimit kemi kaluar momente të tilla, të mrekullueshme. Shpesh herë kemi folur për tema të ndryshme. Studentët tanë e dinë se është diçka që ne që Smart Center e ka si traditë që të diskutoj tema nga më të ndryshme. Shpesh herë jemi edhe ankuar për problemet e shoqërisë shqiptare. Por gjithmonë kemi kërkuar një zgjidhje. Unë isha student atëherë, po së bashku me stafin e Smart Center dhe të gjithë studentët që ishin pjesë aty, kemi kërkuar një zgjidhje dhe kemi gjetur atë të vetja jonë, për veten tonë përgjegjës për gjërat që duhet të ndryshonin në vendin tonë. Dhe kështu kemi vendosur që ishim ne ata të parë që do t'i ndërmerrim hapat
në veprime qofte edhe të vogla, por që buronin nga zemra që donin të luftonin donin dhe sërish vazhdojnë të duan të luftojnë vishëm edhe hishëm për edukimin e brezave në vendin tonë. Duke filluar këtë, do ta nis me këtë mision Smart Center nëpërmjet komunikimit, ashtu si eri tha pak më parë nëpërmjet komunikimit. Sepse gjuha, mësimi i gjuhëve të tuaja nuk duhet të konsiderohet si një mësim apo si një proces i mësimit të simboleve që ne i quajmë shkronja, formojmë fjalë apo fjalime to, por është mënyra mësimi një gjuhë të huaj apo të re, do ta quajmë më mirë, jo të huaj, sepse është më pas. Mësimi një gjuhë të huaj është hapja një kulture ndaj kulturave të tjera dhe pasurimit të vetes së vet. Mësimi një gjuhë të huaj kupton të rrisje aftësit për të kuptuar kulturën dhe dijen e një vendi apo të një populli tjetër, dhe në të njëjtën kohë të ishe i aftë të shprehje të bëje të deshifrueshme urtësinë dhe dijen e vendit tonë, deri në pikën ku të kuptonim se sa të ngjashëm jemi. Jemi vetë të ngjashëm. Sepse do thoya, jemi vetë të ngjashëm për faktin se gjithçka, gjuha, arti, të ta përmend edhe artin. Se është artiste në shpirt. Po, edhe çdo pjesë e kulturës së një vendi ka lindur, mendoj, si nevoje e të shprehurit atë çka ne jemi vetë. Si nevojë për tu dëgjuar, edhe më pas për të dëgjuar. Duke ndalur që të mendojmë një herë vetë, të kuptojmë veten tonë dhe pastaj të kuptojmë tjetrin. Kështu do të ishte në komunikim. Do të ishte si nevojë për të qenë të lexueshëm ne, dhe pastaj të lexuar të tjerë. Do të ishte si nevojë përsëri për të bërë të dukshëm në shoqëri. Këtë do ta bënim duke mbartur ngjyrat të cilat reflektojnë dritë, por edhe duke parë dritën e emetuar. Si mësuese, në fakt, me fëmijët, përpikemi shumë që t'i vëmë në dritë ëndrat e tyre, duke parë ata si filiza të shoqërisë, duke qenë të dijshëm për vështirësinë e tyre dhe duke i orientuar ata drejt dritës, por pa prekur ngjyrat e tyre që i kanë vetë natyrshëm. Nëse do të më të bëj të shkruaja një konkluzion tani, sepse po ndjem dhe emocionuar se të shkruaj një konkluzion, do t'ja lija studentëve të mi që të nxjerrin një konkluzion për eksperiencën në Smart Center, ndërsa si mësuese mendoj për faqet e një libri që ka nisur të shkruhet 10 vite më parë, mbaj vetëm 2 paragrafe aty. Dhe shkrimi i këtij libri mendoj se të vazhdoj 8 paragrafe vetëm. Shumë gjatë do të udhëtoj sepse ashtu si udhëtojnë gjërat e mira, se gjërat e mira mbesin në mua, mbesin në ju, në fëmijët tanë. Prindër të vëmendshëm, sepse ka shumë prindër, edhe studentë të vëmendshëm. Faleminderit, prindërit do t'i falenderoj në veçantë, faleminderit që na bëjnë pjesë të rritjes të gëzueshme dhe të dijshme të fëmijëve të tyre, të fëmijëve të vendit tonë. Dhe për studentët e rritur, do thoja që faleminderit që shpesh herë ndaj mendim, ose do të thoja shtrëngojmë duar mendimesh. Ndezim shpresë dhe mbajmë shpresë gjallë dhe bëjmë këtë sepse jemi ne ata që duhet. Bravo, bravo. Edhe më falni për emocion. Nëse na jepni, më falni. Nëse na jepni edhe 5 minuta kohë, kemi disa studentë të shtrejnë në vite që jetojnë tashmë larg, edhe që janë shumë të dashur edhe shumë që mira të kalojmë aq të kemi pa mund të shikohen, ja ta provojmë. Edhe na kanë uruar për së larg.
Un grandissimo saluto che vi arriva da Milano. Unë jam Eriomina, punoj në Institutin e Tumoreve këtu në Milano. Kam studiuar në gjeni bashkënca biologjike dhe momentalisht jam duke ndjekur studimet me Open University Angles me projektin e doktoraturës Modulation of Immune Checkpoints by Tumor Exosomes. Jam kaq e lumtur sonte dhe privilegjuar që po e nis këtë mesazhin tim për Smartin dhe për t'i uruar gëzuar 10 vjetorin dhe mira 10 vjetore të tjera. Në pamundësi për të qenë aty prezente dhe për t'ju dhuruar juve një tufë me lule, kam mbledhur sot fjalët më të ëmbla për ju, pasi ka diçka që ditë të gjithë duhet ta dinë. Ka diçka që Smarti e bën më së miri, dhe ajo është zgjedhja me merak të madh të stafit të tij. Dhe me këtë, duke bërë këtë, ka bërë gjithçka, pasi këta mësues të Smartit nuk ju bëjnë juve të dashur nxënës më të mirë, por ju bëjnë juve njerëz më të mirë. Pra, një ish smartan sot është një njeri më i mirë se dje. Është një njeri që e kërkon përmirësimin tek vetja çdo ditë dhe ka një seder të shëndetshme dhe një moral të lartë. Prandaj, urimi im është vazhdoni kështu siç jeni. Jeni të mrekullueshëm, me të njëjtin entuziazëm për mosimdhënien dhe me të njëjtën dashuri për jetën. Vi mando un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio. Je vous aime bien. God bless you. Përshëndetje të gjithëve. Dua t'ju uroj nga Polonia shumë urime, dhe gjithashtu dua që t'ju puthe dhe t'ju falenderoj shumë, pasi një pjesë e meritës që unë jam këtu është për ju. Kështu që shumë faleminderit, ju puth shumë, edhe përsëri ju uroj shumë urime. Happy 10th anniversary as Smart Center. First of all, I thank you, Larry, to ask me to participate in this important moment. And I take this opportunity to tell everyone how you and obviously the All Center are friendly, helpful, professional and loving. And I consider myself very lucky to meet you, and I wish you 1,000 of these years and a lot of kisses from Italy. Ciao a tutti! Urimi im special shkon për Smart Center dhe gjithë stafi. Përshëndetje të gjithëve, happy birthday to Smart Center. Ju dërgoj përqafimet e përzemërta, ju puth shumë, më ka marrë malli. Greetings from the beautiful Rome. Eri, përshëndetje të gjithë stafit të Smartit dhe të pranishmëve aty. Urime më të mira për këtë 10 vjetor arritjes dhe unë jam e bindur që Smarti rrugtimin e ka të gjatë dhe se të tjera dekade përvjetore do të vinë si rezultat të përputhjes së një historie suksesi dhe frymëzimit. Për fatin tim të mirë, Smarti më njohën hapat e parë dhe ato çka e bëri Smartin të suksesshëm, që prej fillimit ishte guximi për të prezantuar një metodë kontemporane për të mësuar një gjuhë të huaj, duke qenë kreativ dhe efektiv dhe duke u përshtatur nevojave individuale të gjithë secilit. Përpos saj, një staf i mrekullueshëm, profesional, që nuk hezitonin kur për të thënë ato vlera njerëzore, intelektuale dhe pse jo qytetare, tek një brez që përmësoi edhe aty në bankat e Smartit. Një tjetër gjetje brillante e Smartit, përpos qëllimit parësor, ishte dhe frymëzimi drejt rrugës së dijes, guximit dhe realizimit të ëndave, duke na furnizuar përgatitur çdo mësimore me materiale frymëzuese që vinin nga jeta e njerëzve të cilët ishin kontribuar në kauza të rëndësishme dhe ishin histori e suksesit. Por Smarti nuk ishte vetëm një oazë informacioneve shtesë. Smarti u zhvillua në një shembull të mirë qytetaria, duke u angazhuar në shumë evente në shërbim të komunitetit. Unë i falenderoj për
ke pishen edhe ti studente që janë shqiptare? Faleminderit. I kam me Raki. Përshëndetje Smart Center. Besoj që ka kaluar 7 vite nga kursimi i parë në Smart. Dhe prapë kujtoj me shumë nostalgjia të kohë. Ka marrë malli për mësuesit, për orët e mësimit, për shoqet e mia të grupit. Pas Smartit më është dashur të flas anglisht për shumë vite në punën time dhe në trajnimet jashtë vendit. Me sa duket anglishtja në Smart ble ka një thesar. Sot Smarti është rritur bashkë me studentët e vet dhe unë ju uroj të gjithëve ju në Smart të jeni një familje gjithmonë sa më e madhe dhe shumë suksese. Love you all. Bye. Edhe Gjili, studentja jonë online. Mirdita Eri, mirdita të gjithëve. Ky video është për të uruar Smart Center Happy Birthday. Edhe falenderoj Erin që më dha këtë oportunitet për të bërë këtë video. Dëshiroj nga zemra, sinqerisht, që Smart Center të kaloj brez pas brezi, duke arritur sa më shumë të mësoj njerëzve gjuhë të huaja, sepse në jetë janë megjithmonë shumë të rëndësishme. Asnjëherë nuk është tepër të dish një gjuhë të huaj. Unë e kam mësuar mendoj pak anglisht online me Erin edhe më ka ndihmuar gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë këtyre viteve në punën time. Ndihesh megjithmonë më i lirë për të shprehur, nuk ndihesh asnjëherë si thuhet jashtë vendit, sepse di të shprehesh, të flasësh për çdo lloj gjëje dhe është shumë e rëndësishme. Kjo është video 5 që kam bërë, shpresoj të shkoj mirë. Kaloni një ditë sa më të bukur në harmoni edhe në dashuri. Bye! Ky video Tani u lodhëm duhet të më çik energji se të piqëm. Hajde Nushka, se fillohet nga ne të parë. Shut up.